Shtëpia botuese Albas, e njohur në tregun shqiptar për botimet serioze shkollore, zhvilloi ceremoninë e hapjes së një firme të re, Albas Office, një bashkëpunim ndërmjet saj dhe kompanisë më të madhe kancelarike në Kroaci, Naronje Novine. Godina e ngritur në Superstradën Tiranë-Durrës ka për qëllim kthimin në një qendër shumë funksionale, ku do të ketë gjithçka që ka lidhje veçanërisht me shkollat dhe arsimin. Në të do të gjendet të gjitha tekstet shkollore, libra artistike të llojeve të ndryshme, artikuj shkollor, mjete kancelarike si edhe mjete didaktike. Presidenti i kompanisë Albas, zoti Latif Ajrullaj, theksoi se ky synim që sot po vihet në zbatim, kishte lindur që me reformën e paketës informuese Altertext, kur për herë të parë u ndje nevoja e krijimit të shpërndarjes së teksteve shkollore, e cila u pasua me krijimin e shumë pikave në shërbim të këtij funksioni në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Aq më tepër vijoi Ajrullaj, kjo forcohet edhe me miratimin e ligjit për arsimin, posaçërisht pika për Altertextin, ku parashikohet se tekstet shkollore tashmë nuk duhet të shiten më në mjedise shkollore nga persona të palicencuar, por në përlibrari. Në konkurset e para që u paraqitën në Ministrinë e Arsimit, ne fituam një numër shumë të librash, normalisht më të përzgjedhurit nga mësuesit në Shqipëri, dhe detira apo përgjegjësia për të shpërndarë librin në gjithë Shqipërinë në takon të neve. Nëse të gjithë të njerëz vinë dhe marrën libra të ne, apo pse mos marrën fletore, pse mos marrën lapsa, pse mos marrën çanta, thjesht pse mos marrën mjete didaktike të cilat u nevojiten fëmijëve dhe normal u nevojiten edhe atyre që t'i kenë në librari. Edhe drejtori i përgjithshëm i firmës kroate, zoti Peter Pishkash, u shpreh i kënaqur nga ky bashkëpunim dhe që produktet e firmave më të njohura të kancelarisë dhe të artikujve shkollor tashmë do të mund të jenë edhe në Shqipëri fal kompanisë së re Albas Office.